Ndërsa Këshilli i Mbikëqyrës e dha verdiktin e tij në mbrojtje të guvernatorit Fullani, duke rrëzuar 5-1 kërkesën e Ermelinda Meksit për shkarkimin e tij, fati i kupolës së bankës do të kalojë në parlament. Burime për Vizion Plus bëjnë të ditur se mazhoranca në shtator do të ndërmarrë nismën për zëvendësimin e gjithë trupës drejtuese të bankës, guvernatorit dhe Këshillit Mbikëqyrës, por jo me shkarkim, por duke ndryshuar ligjin për Bankën e Shqipërisë. Kësaj mundësie për zgjidhjen e krizës që ka përfshirë institucionin më të rëndësishëm financiar në vend, i ka paraprirë kreu i Komisionit të Ekonomisë Erion Braçe. Në një postim në Facebook, pas deklaratës së bankës, Braçe shkruan: Bankën nuk e vodha unë as shqiptarët e zakonshëm. Bankën e vodhën të emëruarit tuaj të favorizuar nga papërgjegjshmëria e mos përmbushjes së detyrës nga të tjerë të emëruar po nga ju. Në anën tjetër, si u tha sot, kuvendi ka një rol ligjor në shqyrtimin e çështjes, në kuvend do të ndodh, bëhuni gati dhe mos harroni do të përballeni me ligjin në kuvend, jo me grupet e punës të mbushur me varësit tuaj që pas kanë gjykuar në fund se guvernatori dhe Këshilli i Mbikëqyrës nuk e ka shkelur ligjin. Kreu i Komisionit të Ekonomisë ka nënvizuar disa herë në komentet e tij mbi nevojën e ndryshimit të ligjit për t'i dhënë mundësi reformimit të bankës. Pak ditë më parë edhe kreu i Komisionit të Sigurisë Spartak Braho kërkoi rregullim të kuadrit ligjor, ndërsa bëri thirrje për dorëheqjen në blok të Këshillit Mbikëqyrës. Deklarimet e Braçes e Brahos dhe përfaqësuesve të tjerë të shumicës duket se janë sinjale të qarta të mazhorancës për ta zgjidhur çështjen e bankës pa futur sistemin bankar në krizë. Shumica po tregohet gjithashtu e kujdesshme që të mos prek institucionet e pavarura, siç është Banka Qendrore, me iniciativa për shkarkimin me forcën e kartonit të drejtuesve të saj. Kjo u bë e ditur edhe në reagimin zyrtar të Këshillit të Ministrave në datën 6 gusht. Duke mirëkuptuar shqetësimin publik për ngjarjen e rëndë në Bankën e Shqipërisë dhe duke u bashkuar me këtë shqetësim legjitim, qeveria e Shqipërisë e çmon me rëndësi po aq të madhe qoftë nevojën e një ndëshkimi shembullor nga drejtësia për fajtorët, qoftë nevojën e një qëndrimi shembullor të saj në respekt të pavarësisë së Bankës së Shqipërisë. Me ndryshimin e pritshëm të ligjit në parlament, largimi i kupolës drejtuese të bankës pritet të bëhet pa pritur përfundimin e hetimeve të prokurorisë që mund të zgjasë shumë në kohë.